në shtëpi, në punë dhe kudo. Ndodhemi mes dhjetra rrjetesh që transmetojnë mes radiovalësh të padukshme. Këto rrjete përçojnë mjedisin dhe vetë trupin tonë. Të njëjtën gjë bëjnë edhe telefonat celular, kompjuterat, aparaturat me Bluetooth të aktivizuar. Si dhe pajisjet e tjera të lidhura me to, çfarë pasojash mund të kemi për shëndetin? Mund të mendoni që rrjetet Wi-Fi janë fenomen i kohëve moderne. Por e vërteta është se janë të njohur prej dekadash. Janë një lloj rrezatimi, radioaktiviteti dhe kanë qenë subjekti kërkimeve dhe analizave shkencore. Për disa dekada, kryesisht të profesorit të shkencave onkologjike dhe radiologjike John Mulder, në Medical College Wisconsin, në Amerikë. Çfarë kanë treguar studimet për rrezatimin e radiovalëve? Në vitin 2013, studimi theksoi se rrjetet Wi-Fi ndikojnë në shëndetin e njeriu. Ashtu si telefoni celular, edhe përçuesit Wi-Fi dërgojnë dhe marrin informacion duke përdorur radiovalë, që janë një formë e radiologjisë elektromagnetike. Sot jemi të gjithë me një mini radar me vete, në çdo hapësirë ku jetojmë dhe lëvizim, sepse kudo kemi një rrjet Wi-Fi. Ky rrezatim mund të bëhet shkak në zhvillimin e masave tumoriale. Rrjeti Wi-Fi është më pak i rrezikshëm se telefoni celular. Ndaj këshillohet që telefoni të mos mbahet gjatë mbi trup dhe na kërkohet të ulim kohën e bisedave telefonike në celular. Studimet e para të bëra në kafshë dhe në njerëz, lidhur me këtë lloj rrezatimi, kanë konkluduar në sëmundje të natyrës së neurozave, masave tumoriale dhe problemet më të mëdha hasen tek gratë në shtatzani dhe tek fëmijët. Jemi brezi i parë i telefonisë celulare dhe i rrjeteve Wi-Fi. Një gjë është e sigurt, na dëmtojnë dhe duhet të ulim orët e përdorimit të tyre. Si dhe duhet të gjejmë forma më natyrale, më ekologjike argëtimi, angazhimi dhe aktiviteti gjatë orëve të lira të ditës. Do të vijë shumë shpejt dita që fëmijët duhet t'i largohen tabletit, celuloidit dhe do të duhet t'i kthehen librit, natyrës, sporteve dhe jetës sociale. Ndoshta kjo do të duhet të imponohet edhe mes legjislacionit. Jetojmë në epokën e teknologjive të reja, por njeriu vazhdon të jetë human dhe jo robot. Ndaj, mbani fëmijët larg rrjeteve, radiovalëve dhe fushave elektromagnetike.